Rritje më ullët e prodhimit të brendshëm vendor, inflacion më i lartë për këtë vit, borxhi publik mbi 60% të prodhimit të brendshëm vendor deri në vitin 2028. Strategjia fiskale e rishikuar për periudhën 2026-2030, e cila u miratua nga qeveria, ka arritur te deputetët. Rritja e PBV-s për këtë vit, në vend të 3.7% siç ishte plani fillestar, zbret në 3.5% dhe ka zvoglim të rritjes së ekonomisë edhe për vitet e ardhshme deri në vitin 2030. Inflacioni për këtë vit në vend të 2.8% siç ishte planifikuar, korrigjohet përpjet në 3.9%, ndërsa në vitin 2026 në vend të 2% do të jetë 2.5% dhe vitet e ardhshme pritet të ulet në 2%. Kështu në vend të rritjes së planifikuar të prodhimit bruto vendor prej 4% në vitin 2026, ai u ul në 3.8%. Dhe nëse me strategjinë fiskale fillestare ishte planifikuar që vendi të arrinte rritje të PBV-s në vitin 2029 dhe 30 prej 4.8% dhe 4.7%, tani ajo është ulur dhe pritet që viti 2030 të përfundojë me rritje të prodhimit brendshëm bruto prej 4.3%. Deficiti buxhetor për këtë vit është 4% të BPV-s, ndërsa në vitin 2026 do të jetë 3.5%, që është mbi rregullat fiskale që ai të jetë në 3% të BPV-s. Por këto janë parashikimet bazë. Ministria e Financave ka bërë simulime për rreziqe në 4 skenar. Më i keq është i 4-ti, por do të ndalemi vetëm te skenari i parë i rrezikshëm. Ai është në rast se kemi aktivitet ekonomik të reduktuar në periudhën deri në vitin 2030 si rezultat i kërcënimeve globale, por edhe të brendshme, nëse realizimi i projekteve të mëdha infrastrukturore vazhdon të shtyhet. Ndërkaq, Ministria e Financave Gordana Dimitrievska Koçovska të premten duke komentuar rritjen e prodhimit të brendshëm bruto për tremujorin e tretë prej 3.8% të publikuar nga statistikat, theksoi se Maqedonia renditet e treta për nga BPV-ja në Europë pas Irlandës dhe Danimarkës.